Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u drejtohet shokëve të tij, sahabeve të nderuar, Allahu qoftë i kënaqur prej tyre. U thot, kur të luteni tek Allahu i madhëruar, lutuni me lutje të parefuzuar. Ja Rasulullah, i than sahabët, kush është lutja e parefuzuar? Pejgamberi alayhis salam u tha, lutja e parefuzuar është lutja pa gjunahe. Ja Rasulullah, kush është pa gjunahe prej nesh? Ne të gjithë jemi me gjunahe. E si mund të lutemi ne pa gjunahe? Pejgamberi alayhis salam thot, lutuni për njëri tjetrin, sepse kur ju luteni për njëri tjetrin, Allahu i madhëruar nuk i merr parasysh gjunahet që keni, sepse nuk jeni duke u lutur për vete, por jeni duke u lutur për vëllain tuaj, jeni duke u lutur për motrën tuaj. E kështu Allahu i madhëruar thotë, robi im ka harruar hallet e tij, ka harruar problemet e tij dhe po lutet për vllain e tij, po lutet për motrën e tij. E mua më shkon fillimisht t'ia plotësoj duan personit që po bën duan, pastaj personit që ka përmend. Prandaj vëllezër dhe motra, në këtë ditë xuma, në këtë ditë të bekuar që Allahu i madhëruar e ka veçuar posaçërisht për besimtarët dhe na ka lajmëruar që në këtë ditë xuma ka një orë ku Allahu i madhëruar i pranon lutjet, lutuni për njëri tjetrin. Lutuni sepse Allahu i madhëruar nuk do t'ju kthej bosh as juve që jeni lutur, por edhe ata që keni përmendur në lutje. Me shpresën që të mos na harroni në lutjet tuaja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.